Omeri radiallahu anhu. Çdo ditë pas sabaut bëhej kureshtar se Ebu Bekri prisi besimtarve, largohej nga xhamia shpejt dhe hikte diku. Një ditë i shkon mbrapa dhe shef që hynte në një kasolle shumë modeste. Hynte, rinte një copë herë, pastaj hikte Ebu Bekri radiallahu anhu duke u gdhi dita. Dhe mbasi largohet Ebu Bekri, Zoti qoftë i kënaqur me halifen e muslimanëve, shoku i ngushtë i profetit alayhi salatu wassalam, njeriu i dytë i ummetit mbas Muhammed Mustafas alayhi salatu wassalam. Hynte ajo kasollja dhe gjen aty ishte një plak e vjetër, nuk ishte fuqi, nuk ishte takat, ishte e varfër. I thot, o nën, thot, ç'është ky burri që të vjen ty për ditë? I thot, vallai, thot, nuk e di, as ajo nuk e dinte se si kishte thënë që un jam prisi i gjithë besimtarëve dhe po vi këtu duke të shërbyty. Po shkonte për hatër të Allahut, shkonte për izat të Zotit, shkonte fshetas pa u gdhi dita akoma, mos ta shifte kush. E thot, vjen, thot, na bën punët e shtëpisë, na vën, thot, atë kusin, thot, aty me gatu diçka, thot, e miel, thot, edhe dhin ton që kemi, pastron, bën 2-3 rregullime këtu dhe pastaj largohet pa thënë as i fjalë. Qan Omeri radiallahu anhu, qau, dhe tha, o Ebu Bekër, thot, lekadet abtel khulefa min ba'dik, i lodhe të gjithë, i qite, jash loje të gjithë prisat që do vinë mbas teje. A i kishte shku me ndikujt që prisi besimtarve, që kishte hallet e gjithë ummetit do të merakos edhe për një plak të vjetër atje në cep të Medinës, në një kasolle që nuk kishte kohë njeri me umër me të së me pate, subhanallah, në kënd vështrim në njerëzve. Ja këto punët e vogla që themi neve, që na duket sikur neve duhet bëjmë vetëm gjërat e mëdha dhe i neglizhojmë këto të voglat. E këto janë ata cilat tregojnë mirësinë që ka robi në shpirt, sa ai që e don Allahun dhe e don profetin Alisa dhe e don xhenetin e Allahut, nuk neglizon as të madhe dhe as të vogël, edhe të voglat i shef. Ka kohë shumë edhe për të voglat, për këto detajet që na duken neve, po që janë tregues shumë i madh për dashurinë që ka gjithë secili në zemër për Allahun xhaleshanuhu.